Shikues, nderuar, ju përshëndes të gjithë dhe mirë se erdhët në takimin tonë të përditshëm në Money Report. Unë jam Genta Dobra, do t'jemi së bashku në minutat në vijim për të njohur edhe me zhvillimet kryesore deri më tani, fillimisht me lajmet për te ekonomisë. 5 ditë pas zgjedhjeve të 11 majit, liderët europian mblidhen në Tiranë në samitin e radhës së komunitetit politik europian. Takimi i dytë pas atit iniciuar nga presidenti Macron një vit më parë, ka synim të garantojë sigurinë dhe stabilitetin e Europë. Komuniteti politik europian nuk zëvendëson procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian, por është një instrument që e përshpejton procesin e integrimit dhe bashkëpunimit të vendeve jo anëtare të Bashkimit Evropian. Italia rinis dërgimin e migrantëve në kampin e Gjadrit. Nesër pritet të vinë 240 migrantë që janë në pritje të procedurave të riadrestimit në vendet e origjinës. Sipas një dekreti të qeverisë italiane, që është mbështetur edhe nga Bashkimi Evropian, kampi i Gjadrit do të presë emigrantët të cilëve ju është refuzuar azili. Afati i qëndrimit të tyre në këtë kamp është 18 muaj. Një 24 vjeçar është arrestuar në Tiranë në kuadër të operacionit policor të koduar destinacioni 5. Dyshohet se 24 vjeçari trafikonte lëndë narkotike nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në Shqipëri nëpërmjet shërbimit postar. Ky shtetas u kap në flagrancë duke marrë një pako me rreth 3.6 kg lëndë të dyshuar narkotike kanabis me vlerë 50.000 euro. Vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të dyshuar të përfshirë. Në të shojmë tani me gjërësi zhvillimet nga ekonomia. Agjencia ndërkombëtare Moody's ka konfirmuar vlerësimin BA3 për Shqipërinë me perspektivë të qëndrueshme. Raporti, sipas agjencisë, pasqyron ecurinë pozitive të ekonomisë, por dhe reformat e ndërmarra, veçanërisht në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa nënvizon se ekonomia e vendit ka treguar rezistencë ndaj krizave, Moody's thotë se borxhi publik do të vijojë rënjen edhe më tej, teksa ekonomia pritet të zgjerohet me 3.8% për gjatë këtij viti. Agjencia prestigjioze ndërkombëtare Moody's ka konfirmuar vlerësimin për ekonominë e Shqipërisë në BA3 me perspektivë të qëndrueshme, e nxitur kjo nga reformat e ndërmarra në kuadër të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe nga performanca ekonomike e fiskale. Në raportin e fundit të agjencisë Moody's, parashikohet që rritja e prodhimit të brendshëm bruto të mbetet e fortë dhe të arrijë në 3.8% për gjatë këtij viti, dhe përkatësisht 3.4% në vitin 2026. I rëndësishëm në aspektin fiskal përcaktohet edhe reduktimi i nivelit të borxhit publik në periudhën afatmesme. Në raport theksohet se borxhi publik ndaj prodhimit të brendshëm bruto në Shqipëri u ul në 57.5% në vitin 2023 dhe pritet që të arrijë në 53.7% deri në vitin 2026, i mbështetur nga rritja e fortë ekonomike dhe balanca fiskale primare. Me rëndësi për ecurinë ekonomike përcaktohen edhe reformat për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian. Sipas agjencisë Moody's, Shqipëria do të përfitojë nga financimi i BE-s dhe zbatimi gradual i reformave të mëtejshme të lidhura me procesin e antarësimit do të ndikojnë në ecurinë ekonomike. Vlerësimi i Moody's është një tregues i rëndësishëm i progresit të Shqipërisë dhe një sinjal pozitiv për të gjithë investitorët ndërkombëtar, duke reflektuar qëndrueshmërinë ekonomike të vendit dhe menaxhimin efektiv përballë sfidave. Më herët edhe agjencia prestigjioze ndërkombëtare e vlerësimit Standard & Poor's rriti vlerësimin për ekonominë tonë në BB+ nga BB- që ishte më parë. Ky ishte rishikimi i dytë në rritje brenda një viti.
Autoriteti i konkurrencës ka nisur një hetim të thelluar ndaj bankave për abuzim me pozitën dominuese në shitjen e sigurimit të jetës për kredi. Hetimi i thelluar përfshin periudhën kohore nga nëntori vitit 2021 deri në mars të vitit 2025. Komisioni i konkurrencës, pasi përfundoi hetimin para prag, vlerësoi ekzistencën e të dhënave të mjaftueshme që kërkojnë një hetim të mëtejshëm. Autoriteti i konkurrencës ka konstatuar se sjellja e bankave ka shfaqur mungesë konkurrence, pasi qytetarët që marrin një kredi nuk janë të lirë të përzgjedhin shoqërinë për sigurimin e jetës për kredi, pasi ajo përcaktohet nga vetë bankat. Të gjithë fermerët që duan të përfitojnë subvencione nga shteti përmes skemës kombëtare mund të kryejnë aplikimin duke nisur nga dita e hënë 14 prill përmes portalit e-Albania. Ministria e Bujqësisë thotë se thirrja do të qëndrojë e hapur deri më 30 maj, janë në total gati 8 skema mbështetëse që do të shkojnë për fermerët, që nga financimi për të përgjedhët, për të imtat, mbashtimin e bletarisë, subvencione, fara fidan dhe të tjera. Mirë, do të flasim mëgjërësisht në fakt në lidhje me skemën kombëtare të bujqësisë, vetëm pak ditë në ndaj nga hapja zyrtare e aplikimeve, do të jetë një skemë që, siç e thashë edhe më herët, do të përfshijë gati 8 masa mbështetëse, ka edhe risi të sjella në skemën e vitit 2025. Kam kënaqësinë që të diskutoj këtë çështje me zonjën Ardita Kuçi, drejtoresh e Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural. Kënaqësi t'ju kem në Mani Report. Faleminderit për ftesën dhe kënaqësi dhe për mua që të jem sërish me ju. Shumë faleminderit. Është gati çdo gjë që aplikimet të nisin siç është përcaktuar, pra e hëna afati për të filluar dhe fermerët të bëjnë aplikimet për përfituar nga fondet e kësaj skeme? Çdo gjë është gati. Në datën 14 prill, në orën 8 të mëngjesit, zyrtarisht hapet sistemi e-Albania dhe u jep mundësi të gjithë fermerëve, të cilët do të aplikojnë për skemën mbështetëse të vitit 2025, që të hyjnë në profilet e tyre, në akauntet e tyre dhe të nisin aplikimet për masat mbështetëse të këtij viti. Sigurisht, përdorimi ndoshta i platformës e-Albania jo gjithmonë është i mundur ose ka edhe paqartësi për fermerët, duke marrë në konsiderat edhe që vinë edhe nga zonat rurale. Ka bërë Ministria e Bujqësisë mjaftueshëm, po themi, një lloj informimi, do ketë asistencë në plotësimin e aplikimit për të mos pasur dhe problematika? Gjithmonë kemi ndërmarrë hapat nga ana e Ministrisë së Bujqësisë, por edhe institucioneve të varësisë, pra nga Agjencia për Zhvillim Bujqësor dhe Rural, si dhe nga zyrat rajonale të bujqësisë, AREB-et, në mënyrë që të japim gjithë asistencën e nevojshme fermerëve për të aplikuar. Shumë fermerë aplikojnë dhe vetë, pasi aplikimi është tepër i thjeshtuar, çdo gjë ndërvepron ndërmjet sistemeve të cilat janë të lidhura me njëri tjetrin, por nga ana tjetër, çdo vit, sikundër çdo vit, ne i kemi të gjithë specialistët e zyrave tona rajonale, pra të 20 agropikave dhe të gjitha zyrave rajonale të bujqësisë, të ekstensionit bujqësor, në dispozicion të fermerëve për të mundësuar asistimin në aplikime direkte të skemës kombëtare nëpërmjet portalit e-Albania. Për të ndalur dhe një herë te masat mbështetëse, mund të bëjmë një përmbledhje të shkurtër se cilat janë ato? Po. Atëherë, për këtë vit masat mbështetëse në total janë 8, dhe janë masa pothuajse të njëjta me vitin e shkuar, por me disa ndryshime të cilat unë do ja u detajoj në vijim. Masa e parë mbështetëse është masa për gjedhjen e matrikulluar. Këtu kemi një risi në këtë vit, pasi kemi përfshirë dhe subvencionin apo pagesën e drejt për drejt për viçat për majmëri, në masën 5.000 lekë për krerë. Dhe nëse vitet e shkuara, totali i minimumit, kriterit minimal për përfitim, që ka qenë 10 krerë, ka qenë vetëm për lopët apo për mëshqerat, këtë vit kemi shtuar dhe viçat, pra një fermer i cili vitin e shkuar ka pasur 9 krerë, gjedh, lop ose mëshqer, dhe për një kre, ai nuk mund të aplikonte sepse nuk përfitonte dot nga kriteri minimal, duke shtuar edhe viçat për majmëri këtë vit, ne u mundsojmë që të kemi më shumë aplikime dhe më shumë fermer përfitues në finale të buxheteve të vendosura në dispozicion. Masa e financimit, sikundër dhe ju e keni vendosur në slajdin tuaj informues, është 10.000 lekë për krerë, për lop apo mëshqera dhe 5.000 lekë për viça. Masa e dytë mbështetëse është masa mbështetëse për të imtat, pra për delet ose dhit. Masa e financimit është 1.200 lekë,
për 100 krerë minimumi dhe 300 krerë maksimumi, por gjithmonë, si kundër dhe vitin e shkuar, për vlerën maksimale të përfitimit, pra nëse maksimumi i krerëve për të përfituar 100% të vlerës është 50 krerë për lop, apo 300 krerë për dele dhi dhe 150 krerë për zgjoje blete, mbi këtë limit, fermerët paguajnë 50% të vlerës së aplikuar. Pra limiti nuk ndalon tek vlera maksimale, por për te asaj vlere, ne i paguajmë 50% të numrit të aplikuar të dele dhive, apo të lopëve, apo të koshereve. Gjithashtu këtë vit, vijojmë të japim prioritet grupimeve të fermerëve, që do të thotë nëse fermerët grupohen dhe bashkohen me njëri tjetrin, ata përfitojnë të parat në pagesë. Pra të ndiqet e njëjta skemë siç ndodhi në vitin 2024 për fermerët e bashkuar. Po, grupimet e fermerëve përfitojnë të parat dhe përfitojnë 100% të vlerës, pra jo proporcionalisht. Masa e tretë është mashtrimi bletarisë, si kundër tham, me 1.000 lekë për zgjua. Masa e katërt është pagesa 200.000 lekë për kultivimin e perimeve në ambiente të mbyllura, pra në sera, të rushit për tavolinë dhe të luleshtrydheve në ambiente tunelore. Këtu këtë vit kemi sërish një njërisi, pasi mbështesim fermerët për mbrojtjen biologjike, që do të thotë që fermerët të cilët përdorin mbrojtjen biologjike në ambientet e tyre të mbyllura, pra në sera ose në tunelor për luleshtrydhe, do të paguhen ekstra 30.000 lekë për dynym për ambientet e mbrojtura dhe për përdorimin e mbrojtësve biologjik. Që do të thotë, këtu kemi një kriter më të lehtësuar. Fermeri mund të aplikojë ose për masën e serave, nëse përmbush kriterin minimal 1 hektar dhe maksimumi 5 hektar, mund të aplikojë veç mas për kontrollin biologjik, i cili ka një kriter si përfaqe prej 3 dynymësh, ose mund të aplikojë për të dyja bashkë, pra dhe për serën dhe inputet në sera dhe për mbrojtjen biologjike. Dhe këtu vlera e financimit më tej rritet, pasi shkon 300.000 lekë të rinj për hektar. Dhe 200.000 lekë është për kultivimin, pra për inputet, në total për një fermer në 1 hektar shkon vlera e financimit 500.000 lekë. Mëtej, masa e 5 është pagesa për kultivimin e bimbe mjekësore dhe aromatike, e cila është 30.000 lekë për hektar për bimë mjekësore dhe aromatike. Masa 6 dhe 7 janë masat e certifikimit Global Gap dhe implementimit Global Gap dhe të fermave organike, dhe masa e fundit është masa e mbështetjes me naftë për kryerjen e punimeve të mekanizuara në bujqësi. Kemi një shifër, zonja Kuçi, se sa është numri i fermerëve që pritet të përfitojnë nga kjo skemë kombëtare e bujqësisë? Nisur nga aplikimet e vitit shkuar dhe nga përfitimet, pra vitin 2024 kemi pasur rreth 67.100 fermerë përfitues të skemave direkte. Mendoj se këtë vit do të kemi një rritje të lehtë të numrit të tyre, pasi duke futur masat e reja dhe duke futur këto specifikime, mendoj se mund të kemi një shtim të numrit të fermerëve, por gjithsesi këtë do ta shohim gjatë ditëve të aplikimit, ku edhe mund të kemi shkëmbime informacione apo dhe lidhje live siç jemi dhe sot. Do të ketë një muaj kohë për të aplikuar, është mjaftueshëm në këndvështrimin tuaj nisur edhe nga skemat e mëparshme? Ka rezultuar mjaftueshëm si kohë që fermerët të aplikojnë për të përfituar nga këto fonda? Në fakt, ky është viti i parë në cilin ne po i lëmë një afat shumë të zgjatur fermerëve për aplikim, pasi vitet e shkuara afatet e aplikimeve kanë qenë nga 3 deri në 4 javë. Këtë vit, nëse e vini re, aplikimet hapen në datën 14 prill dhe mbyllen në 30 maj, që do të thotë fermerët kanë një muaj e gjysmë në dispozicion për të kryer aplikimet e tyre. Nuk ka kriter se kush aplikon i pari renditet i pari, pra fermerët duhet ta marrin procesin me lehtësi, le të themi, pra jo duke shkuar dhe duke krijuar radha, sepse nuk është e nevojshme. Të gjithë fermerët do të paguajnë proporcionalisht me buxhetin në dispozicion dhe i japim më shumë kohë në mënyrë që aplikimet e tyre të jenë më të plota dhe kontrolli administrativ të zgjasë më pak, në mënyrë që dhe fermerët të paguajnë më herët. Dhe një koment të fundi, doja dhe për ta qartësuar, një linjë kredi është miratuar nga Banka e Shqipërisë që synon mbështetjen e fermerëve, po themi, ata që janë dhe më pak të financuar nga sektori bankar, do të mund që të aplikojnë edhe për skemën, edhe për linjën e kredis, pra nuk ka asnjë lloj, po themi, diferencimi, janë të hapur që të aplikojnë për të dyja?
Në fakt, linja e financimit me kredi nga Banka e Shqipërisë është një linjë e cila është vënë në dispozicion që prej janarit të këtij viti dhe tashmë ka filluar të zbatohet në bankat e nivelit të dytë. Për këtë linjë financimi flasim për investime, pra për mbështetje me kredi në investime. Ndërkohë që skema direkte është një skem e cila shërben për pagesat e drejt për drejta ndaj fermerëve dhe nuk është një skem e cila është një skem investimesh nga buxheti i shtetit apo nga një linjë tjetër kreditimi. Linja e kredisë është e hapur, bankat e nivelit të dytë janë duke marrë aplikime nga fermerët e interesuar. Pra, ajo i shërben investimeve, mekanizimit, agropërpunimit, agroturizmit dhe gjithë sektorëve të bujqësisë, ndërkohë që pagesat direkte janë mbështetje për uljen e kostos për prodhimin e fermerëve. Sigurisht që fermerët mund të shkojnë në bankat e nivelit 2 në çdo kohë. Ata duhet jenë në pritje tashmë nga komunikimet dhe nga një fushat e zgjeruar informimi që ne kemi bërë për skemën e kredisë lehtësuar, gjithashtu dhe për garancinë sovrane. Fermerët janë në pritje të këtyre skemave, të cilat të kombinuara dhe të gërshetuara, japin mundësinë fermerëve që të kenë një hapësirë tepër të gjerë tashmë financimi. Nga një anë mbështetja direkte me fondet e buxhetit të shtetit, nga ana tjetër mbështetja me investime, me skemën e investimeve të vitit 2024, ku ne tashmë kemi nënshkruar rreth 200 kontrata dhe jemi në përfundim të nënshkrimit të tyre. Linja e kreditimit nga Banka e Shqipërisë dhe shumë shpejt dhe linja e garancisë sovrane e cila do të vendoset në dispozicion në gjysmën e këtij viti nga qeveria shqiptare. Sigurisht do të kemi mundësi që t'i ndjekim dhe në vijim. Ju falenderoj shumë që ishit sot në Money Report. Faleminderit dhe ju për ftesën. Të çojmë ndërkohë zhvillimet të tjera në stacionin elektrik i Kuçovës, po i nënshtrohet një rekonstruksioni të thellë. Sipas zëvendës kryeministres Balluku, janë realizuar deri më tani gati 65% e punimeve, ndërsa në stacionin i ri do të shërbejë më shumë se 15.000 banorëve të zonës. Takohemi në stacionin e Kuçovës. Një nën stacion i cili përveç faktit që ka një rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë zonën këtu, pasi pas fushëzimit të tij do të përfitojnë mbi 15.500 familje ose abonenë si i quajmë ne ndryshe. Nga ana tjetër është dhe një stacion historik, i ndërtuar në vitin 1956. Këtu arrim drejtor edhe një nga synimet që ne kemi, që ka të bëjë me uljen e humbjeve. Kur ne flasim për uljen e humbjeve, gjithmonë është e pakuptueshme ndoshta për qytetarët, por tashmë ka ardhur rasti që ta shpjegojmë këtë, sepse pse përfitojnë qytetarët nga uljet e humbjeve. Sigurisht përmirësohet cilësia e shërbimit, por nga ana tjetër vetëm 1% e uljes së humbjeve korrespondojnë në një kushtim prej 8 milion eurosh. Nëse në shkurt të 2025-s ne ja dolëm që të ulim çmimin për abonentët familjar me 10.5, është për shkak të mirë menaxhimit që është bërë nga të gjitha ndërmarrjet që janë komponentë të sektorit energjetik, por nga ana tjetër edhe për shkak të uljes së humbjeve teknike. 1% kemi ulur gjatë vitit 2024 në vitin 2025, e cila korrespondon në 8 milion euro kushtim, që shkojnë direkt në uljen e çmimit për qytetarët. Një greve përgjithshme ditën e sotme ka paralizuar transportin në Greqi. Për shkak të saj janë anuluar fluturimet, lëvizjet e trenave si dhe lundrimi i anijeve. Greva ka prekur edhe Shqipërinë, ku në Rinas janë anuluar 6 fluturime vajtje ardhje nga vendi fqinj. Sindikatat në Greqi kërkojnë rritje të pagave dhe kontrata kolektive të punës. Një greve përgjithshme 24 orëshe paralizoi këtë mërkur Greqinë duke shkaktuar ndërprerje masive të transportit në mbar vendin. Tragetet qëndruan të ankoruara në portë, fluturimet u pezulluan dhe trenat ndalën qarkullimin, ndërsa mijëra punonjës protestuan kundër rritjes së lartë të kostove të jetesës dhe kërkuan rritje të pagave. Dy sindikatat më të mëdha të vendit, përfaqësuesit të sektorit publik dhe atij privat, kërkojnë rritje urgjente të pagave dhe rikthimin e kontratave kolektive të punës. Sipas tyre, megjithse Greqia ka dalë nga kriza e borxhit që zgjati nga viti 2009 deri në vitin 2018, shumica e qytetarëve ende kanë të vështirë të përballojnë shpenzimet e përditshme.
Blejmë 10% më pak produkte se në vitin 2019, deklaroi Konfederata e Punëtorëve GSE që përfaqëson mbi 2 milion punonjës të sektorit privat. Po dalim në grev për të drejtat më elementare, rritje pagash dhe kontrata kolektive tani, than përfaqësuesit të kësaj konfederate. Qeveria konservatore ka rritur pagën minimale me 35% që nga viti 2019, duke çuar atë në 880 euro. Megjithatë, sindikatat theksojnë se kjo nuk mjafton për të përballuar rritjen e çmimeve për ushqime, energji dhe qera. Të dhënat e Eurostat tregojnë se paga minimale në Greqi në termat të fuqisë blerëse është ndër më të ultat në Bashkimin Evropian dhe qëndron më lart vetëm se Portugalia dhe Lituania. Paga mesatare bruto në vend është 1342 euro, ende 10% më ulët se në vitin 2010, kur Greqia pranoi paketën e parë të ndihmës financiare. Edhe pse ekonomia greke pritet të rritet me 2.3% këtë vit dhe po tej kalon objektivat fiskal, qeveria thotë se duhet ruaj kujdesin buxhetor për të shmangur rritjen e interesave mbi borxhin publik që mbetet më i lartë në Eurozon. Qeveria ka premtuar të çojë pagën minimale në 950 euro deri në vitin 2027 dhe të rrisë pagën mesatare në 1500 euro afër mesatares së Bashkimit Evropian. Megjithatë, për shumë familje rritja e çmimeve e bën gjithmonë më të vështirë jetesën. Punonjësit e sektorit publik të goditur rënd nga masat shtrënguese të dekadës së fundit janë bashkuar në grev duke kërkuar rikthimin e shpërblimeve vjetore që u hoqën vite më parë. Sot kanë hyrë në fuqi tarifat e Trump të vendosura për shumë vende të botës. Politika e re e presidentit Trump po nis një luftë të vërtet tregtare mes Washingtonit dhe Pekinit, i cili nga sot duhet paguaj tarifa 104% për mallrat që eksporton në SBA. Por Kina ka kundërreaguar sërish duke çuar totalin e tarifave në 84% për mallrat amerikan, ndërsa për vendet Bashkimit Evropian tarifat do t'jenë 20%, Trump është i vendosur në qëndrimin e tij, ndërsa Brukseli pritet të miratojë sot masat hakmarrëse. Lufta tregtare ka nisur. Tarifat tregtare të quajtura masa reciproke nga presidenti amerikan Donald Trump hynë në fuqi këtë mërkur të 9 prillit me tarifa për 104% për mallrat kinez dhe 20% tarif për vendet e Bashkimit Evropian. Tarifat tregtare të Donald Trump kanë shkaktuar tronditje duke u konsideruar një paralajmërim për një rend të ri global, ndërsa frika për recesion në ekonominë botërore është shtuar. Kina reagoi sërish mbi tarifat për 104% të vendosura ndaj mallrave të saj, duke treguar se është e gatshme të luftojë dhëmb për dhëmb. Nga 34%, Pekini njoftoi tarifa shtesë për 50% për mallrat amerikan, duke i çuar tarifat për këto mallra në 84%. Pasi akuzoi Washingtonin se po sillet në mënyrë arbitrare, një zëdhënës i Ministrisë së Jashtme kineze deklaroi se Pekini do të luftojë deri në fund, ndërsa qartësoi se tarifat hyjnë në fuqi të njëjtën. Mediat ndërkombëtare shkruajnë se pavarësisht përshkallëzimit të tensioneve tregtare, zyrtar të lartë të SBA-s dhe Kinës pritet të nisin së shpejti negociatat mbi çështjen e tarifave. Nga ana tjetër, vendet e Bashkimit Evropian pritet të miratojnë këtë mërkur masat e parahakmarrëse ndaj Washingtonit. Unioni 27 antarësh pritet të miratojnë një listë gjerë të produkteve amerikane që do të përballen me tarifa si kundërpërgjigje për tarifat e Shteteve të Bashkuara ndaj çelikut dhe aluminit nga vendet evropiane. Tarifa këto në vlerën e 25%. Në një darkë me liderët e Partisë Republikane, presidenti amerikan Donald Trump vijoi të insistonte se tarifat e shpallura prej tij po i bëjnë Shtetet e Bashkuara më të fuqishme dhe se po japin vendit $2 miliard çdo ditë. Kissing my ass. Mos lejoni disa politikanë t'ju mashtrojnë. Këto vende po na thrasin, janë gati të puthin të pasmet e mia. Ata po vdesin për të arritur një marrëveshje, më thonë të lutem, unë do të bëj gjithçka zotri. Dhe pas kësaj shoh disa republikanë rebel që thonë se Kongresi duhet marrë përsipër negociatat. Më lejoni t'ju them se askush nuk negocion siç negocioj unë. Tarifat tregtare që hynë në fuqi këtë mërkur prekin më shumë se 60 vende të botës, duke përfshirë Japoninë me 24%, Indinë 26%, Mbretërinë e Bashkuar 10%, Zvicrën 31%, si edhe 10 vende të tjera. Ishte gjithçka për Mani Report, të tjera zhvillime ndiqni edhe në faqen tonë zyrtare, bcnews.al, po ashtu informoni në kohë reale në valët e radios në frekuencë 105 FM. Ne vazhdojmë këtu, pas pak do t'jeni me kolegen Jeta Kaseme.